Gjithmonë e më shumë po ham vonë, por apo i bëjmë trupit dëm pa e kuptuar, nëse ke vënë re se po ha darkë pas orës 9 të mbrëmjes, nuk je i vetmi. Ky trend po bëhet gjithmonë dhe më i zakonshëm, sidomos tek të rinjt dhe tek ata me rutinë të ngarkuar. Në TikTok dhe Instagram, videot me titra si darka ime në orën 22:30 janë kthyer në normë, ndërsa tavolinat e mbushura vonë në mbrëmje po shihen gjithmonë më shumë si një moment i një shenje relaksi. Por nutricionistët tërheqin vëmendjen. Ngrënia e darkës vonë mund të ndikojë në cilësinë e gjumit, tretje dhe madje edhe në shtim në peshë. Trupi ka një orë të brendshme që pret ushqim më herët dhe kur e shtym darkën e vëm në krizë kohe. Nga ana tjetër, për shumë njerëz, darka është i vetmi momenti i ditës për të qenë me veten apo me ata që duam, dhe kjo peshon më shumë se çdo rregull diete. Dilema mbetet të dëgjosh orën biologjike apo të gëzosh pa faj momentin tënd të mbrëmjes, zgjidhe ti.